1, 2, 3. Na jena diaspor, na jena folkship show. Na jena diaspor, na jena folkship show. Folk. Na jena folkship show, na jena folkship show. Na jena folkship show, na jena folkship show. Folkship show. Yeah, po, yeah. Pra. Po, yeah. Mirë me përshëndesin nga show. Folship. Po. I forti e marrë, full energjie, bro. Normal. Giganti e, bro. Është emisioni më i mirë i diasporës. Ta zemën, po s'ka tjetër më të mirë. Çfarë na më të mirë? Çfarë na më të mirë se s'ka tjetër me Po, më të mirë t'jena. Më të mirë t'jena, kur s'ka mo. S'ka konkurrencë. Kur s'ka tjetër, jena më të mirë. Me dal dikush tjetër ndoshta. Atëherë ndryshon shpejt. Ndryshon situata. Nëse jena autentik, gjigant. Prandaj jena më të mirë. Edhe thjesht. Edhe thjesht, po pse? Absolutisht. Si e morësh? Mirë. Ta bëjmë intervistë bashkë, herë Allah se s'kena bëu kurrë. Hajde ta bëjmë. Si është jeta jote në Zvicër, morësh? Është Shumë punë, shumë stres, presion, fatura, po për ndryshe mirë. Domethënë, interesant. A është edhe për ty që ke lindur në Zvicër kjo morësh? Edhe për ty që je lindur këtu, domethënë. Stres, fatura, presion, mrana javës, sakrifica, vikendi, sa për me shiju pak, shtua jetë. a është kështu gjithmonë në çdo vend botës që ti shëtit shumë apo vetëm në Zvicër? Janë do vende që janë si këtu, Zvicra është dikun me një ekstrem, doket. Është në ekstrem Zvicra. Edhe në Japoni ku jam kanë edhe atje, Edhe atje ishte në ekstrem, në ekstrem. Nuk s'mund me shiju jetën japonez vetë, tepër shumë presion edhe. Si ka mundësi më gjigant? Kultura, mentaliteti i vendit, edhe me shku në ekstrem nuk besoj që a mirë. Do sanë edhe Zvicrant mujnë me mësu Kom mendu që vesh në Auslanderat vuj më jo ju që keni lind këtu. Edhe ju që keni lind këtu e keni këtë presion sikur ne. A shumë rëndësi me di që shme përbalu stresin. Ka shumë njerëz që nuk din smurën psikikisht. Qysh du të mu përballu stresi marrësh në këta pikë, sepse ka njerëz shumë që prej me psikikisht smuren, Po. ju do këtë treni. Quhet burnout, është një farlloje depresioni që të bëhet kur punon shumë. Unë gjatë karrierës plot njerëz i kam pa që ju ka bë kjo smuj. Unë personalisht besoj që është mirë me pas një balancë. Sporti për shembull, një ventil. Ka njerëz që se kanë atë ventil, punojnë ta ditën, shkojnë në shtëpi, edhe mramje e majnë mend të puna sionalit kur. Pra, ideja është që duhet me vetë shërby vetës, jo që shteti t'jep mundësi me shteti mus shafe. Po. Mus calle. Shafën calle, kajnë antre. E vetëmja që vlen këtu, puna, Ja. parja, puna. A për nëse vetës sërigati, kërkush tjetër së tërën. Po. Duhet me menaxhu diqysh. Kur foli për që tem, gjigant diqysh lukthi shtrëngon. Nuk e kupton kërkush se çfarë presioni ka Zvicra realisht. Mendojnë që Zvicra emrin e ka të madh, po thonë Zvicra u knasht, po. Parmeno këtu në Zvicër e kanë pas një poplin ka mujt me votu. A guxon popli mi pas 6 javë pushim me liq, se tash me liq i kanë 4. Popli vet ka vendos, jo nuk dojna me pas ma shumë javë pushim. Populli vetë Zvicran ka vendos. Me demokraci 60-70% popli kanë thënë jo s'po dojna me pas ma shumë pushim, se kanë janë tut që e dëmton ekonominë. Shtetin, pasurinë e shtetit. Edhe puna aq e shajt është për Zvicran që thojnë jo, na s'dojna me pas ma shumë pushim. Shafe! Vet kanë vendosur. Imagjino ka dalë ligji prej 4 javë, e kanë hedhë në popull, pra do më thonë si ligj, aja akceptojnë populli që me bo prej 4 javë, me bo 6 javë pushim, jo 4, po 6 javë pushim në vit, dhe populli vetë thot jo nuk i duham 6 javë pushim, duham vetëm 4, sepse kemi frikë që e dëmtojnë shtetin tonë dhe ekonominë. Tu e pas shtetin më të pasë. Ne e pas shtetin më të pasër, e gallë koha vetë personale, apo private, apo pushimet, apo këto.
Ashe të prume. Më është shteti këtu me funksionu dhe asë gjatë. Interesant. Ashe të prume. Pak e të prume po, bro. Nejse. Ti që je mirë, jeta këtu në Zvicër? Sër shkeq, mirë, sër shkeq. Shafe, shlafe. Kajnë andre. E ke thonë shumë mirë, tu vetëm bijamat edhe teshat e punës. Ti edhe robë vështirë me vesh në Zvicër. Shlafe unë shafe, bro. Hajde, drejtor. Po, drejtor. Marash, po na thot drejtori me na tregu pak se çush po bëhet ai ambienti që ne kemi bashkëpunim për melodinë në syri ku do jetë diçka kallëzoje pak ekskluzive. Po, jepeni update. Un kam bashkëpunim me melodinë si pjesë e administrimit ku do kem mundësi, e kam thënë, do vazhdoj ta them vazhdimisht sapo të hapet zyrtarisht, do kem mundësi që shqiptarëve t'ju mundsoj për privatet e tyre, evente të tyre familjare, të gjitha llojet që i kanë në një event fantastik, edel, cilësor, kualitet, me një shërbim jashtëzakonisht lartë dhe me një geshefsfyr zvicrane që realisht është top dhe bën një punë jashtëzakonisht e mirë. Kështu që unë kam mundësi që t'ju ura lidhëse me shqiptarëve dhe ambientit ekskluziv në Zyri Melodia Zyri. Marash, sot do falenderojmë pak sponsorët tanë, e cilët janë Kompleks Anesi dhe Prishtina Tiket dhe shumë të tjerë që jemi në kontakt. Vazhdojmë mirë me këtë, pastaj do flasim për një djalë i cili është shumë i suksesshëm në aktrim dhe në film si aktor dhe përveç se është i suksesshëm luan edhe në Amerikë, ka marrë pjesë në një talent atje në një garë të filmit dhe është përzgjedhur si një aktor i mirë të Nila Talent, ha? Nila. Ha? Nil. Ne? Anglisht. NYLA Talent. Vajre, Ta që pysim. Ku me morë vesh katunari anglishte në New York Talent. Hajde, bro. Kompleks Anesi? Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Shumë faleminderit, Kompleks Anesi, fshati më i bukur në Gjilan që jep mundësinë të gjithë anamoraves me shku me ble jo vetëm anamoraves, gjithë shqiptarëve të Kosovës me shku me ble në këtë fshat turistik bukur. Shko, shikojeni, vizitojeni këtë verë. Shikoje çfarë natyre mrekullueshme, çfarë lagje, çfarë ajri, rruga, internetit, dritat, pishina verore, dimrore, villa ekstrem të mira. Faleminderit shumë Kompleks Anesi që jemi ne. Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Mundeni me shku te Kompleks Anesi me Pristina Ticket, nga Züriu, Baseli, Gjeneva dhe nga gjithë Evropa dhe nga Prishtina, nga në gjithë Evropën dhe në Zürin, Basel, në Gjenevë. Pa turbulenca, shumë bukur Pristina Ticket, faleminderit që jemi neve. Eftojmë aktorin e ri në sken. Eftojmë aktorin e ri, një djali quajtur Eri Zuka. Zuka prej ka është në Kosovë, nuk e di. I Macedonisë? I Gjilanit? I Gjilan? Po Gjoran? Ja, gjetëm. Ja ku kemi kameramanin për që na tregon. I Vitijes, po Gjorani që ka kanton i Vitis. Eftojmë për herë të parë një yll nga diaspora shqiptare. Një yll që po bën buj gjithanej dhe do jetë realisht në të ardhmen. E ka nisur karrierën e tij shumë të mirë në fushën e aktrimit dhe të filmit. Një djalë i talentuar, i përzgjedhur dhe sot kemi dëshirë ta ekspozojmë, ta tregojmë talentin e tij, të flasim për karrierën e tij në Folship Show për milionat sushaur që i kemi në gjithë botën. E ftojmë me duar trokitje dhe nga DJ jon me Big Up, Eri Zuka.
Mirë se erdhe në Fuqip Show. Faleminderit mirë që më keni. Që na jeni mirë? Mirë, ti ç'është je? Që mirë. Apo lodhesh? Ka pak. A ki emocion diçka jo? Jo. Hiç. Jo. Bravo, ç'është janë burra atëri. Burra ç'është janë, bam, vinë s'ka emocion. Po dhe boll për para kamerës jam kanë tash mas ka do herë s'm vjen më tash, s'm rrok ai nervoziteti. A e ke poz atëherë në fillim nervozitetin para Po kamerës? shumë kanë. Aloj kam ndërmend para se me performu për para agjentat, zemra, kontum. Po dhe, bashkëm sa është vështirë ajo. Po dhe, A i ki kalu 18 ajo? jo, Oh, para do 17. Smujna me folve, si ki kalu 18 vjetë halo? Jo, 17 vjetë i, ka? po, Da shte me fol për qatë qiken, qatë mrapa, kush është e për zdida, moj me me fol ajo. Kush është e me të kuqe qatë mrapa eri që ja ka këtë shtimën? s'pedi, Qatë po bërë që nuk po duket. e? A kjo? Po bërë që jo? A se di, ja rova emrin. Ty bestik fa pa e një pa hona, borë vesh mirë da ka këtë shpinën se. Pa e bote të mëjtë, s'man më këtu këteja jo. Po këtë bia tira eri, kush jonë? Me këta më Kondrat Karpet, edhe kjo nona jem, Ah. edhe kjo aktor që ka përfumu. Okej, u mendova që janë aktore. Okej, bukur shumë. Eri Zuka, nga Pozheroni i Vitijes. Po. Bukur, i lindur dhe i rritur në Gjermani? E lindur në Gjilan, po jam me 9 muaj I ardhur shku punë në në Gjermani. Gjermani. Po, Ne Valshut. Valsut, po. Valshut. Tek miku im, te Idris Morina, ku Kufi me Zvicër. shpesh shkoj e ha te Idris Morina, te Villa Martino, ha dark aty. A e din ku është Villa Martino? Nuk e din. Aty Jo, bashkë në qendër të mos është Valshutit. në Qendra, Po, bashkë në qendra është bro. po më duket, dhe një, kum ka përcym, duket ka ne. Hajde. A je i lidhur me Kosovën, Eri? A shkon shpesh në Kosovë? Po, çdo vit shkome në Kosovë, po këse me filma alojun. Në filma haloju, po, do më thonë po. veç shkon privat për qef. Po, jam e hapër për projektin Kosovë, Je i hapër për po, projektin. amo alos jakom nisë. A të kanë bo kërkesa dikush? Jo. Haloju. Jo, aloju. Atëherë, kalzona pak qysh ka ardhur ideja jote për me hi në aktrim edhe në film. Po, prej se jam e vogël gjithë ndeshta më bo aktor. Gjithë mas porja ka nisë me filma, me këse seriale, pejse me vogël veç shkum këqyrë këse televizion. Po së më ka interesu veç filme, po edhe qysh për bojnë filmin, aktor, qysh po, gjithë më ka ardhur interesa, qysh janë aktorët, qysh për gjyrojnë filmin. Tane të rrit, interesa ma më ka rrit. Edhe kom këqyrë këse behind the scenes, edhe gjithë kom ndru me shku atë. Edhe thash mamet, mam, du më bo aktor. Tane edhe mami jem ka po që, mas parë ka thonë, hajë se veç andrë, se kejtë fmit, që shkanë këse andra më bo polica. Si krejt fmit, po dhe si krejt prindrit që thojnë, hajt bese jo, po nështë është Po një... dhe, Se shumë herë prindrit nuk na mbështesin në ëndrat që kemi. po amo, i kam supportën prej prindve, familjet. Tane, të më po mame që në kam edhe do talent, kom bo këse në qizimet vogla, me tripodin, e mora tripodin, e kom në qizu vetin të aktoru, i kom po njerëz në internet që shpo aktoruin, e kom këqyrë intervistat e Leonardo DiCaprio, që ka pëthojnë, Amo doke si Leonardo DiCaprio, bro. Veç si ki vlog të zeza, se krejt si aji e doke shu. Po, Ha? po du se onë në më konë. Do më konë si eri Me ti. prezentu Shqipërinë, Kosovën, që na kena edhe na kena ne aktor. Ba, që me qëfar kingu, që me qëfar kingu me Sa gjigante. Amerikan, po na e do me edhe në shqiptar, që e Dua Lipën këngëtare, kena. Bra. Shumë plot këngëtare, aktor, po ndu me njoft edhe njerëz Kosovën edhe Shqipërinë edhe ma shumë. Bravo, gjigam. Po tane jam rrit në Valsut, aty s'ka pas edhe shumë, s'ka as teatr, Ka, sa qyteti e zë vogël. Kur just në ka aktor aty, Po. sone shumë komandru në bilen teatr me pasin, mu më kish do qka shumë të madhe. Po. Po, keme këshyrë në internet, s'keme mujt, tane tetet e mija jetojnë në Amerikë, e mame, edhe keme shku njerë, 2024 kena shku për 2 javë, në pëshim, edhe tane teza jemi ka po në shkollë aktrimit, atë në Los Angeles jetojnë. Edhe keme thonë shko me ta vizitojmë. Edhe më kanë këshyrë mu, më kanë thonë që talent kam, po alone na si me të jetu në Amerikë, se qysh me shku në shkollë aktrimit. Po. Po, e tani mas një vjetë,
të këqyr në internet, të postu këse video të aktrimit. Kemi shku për 2 muaj, unë me mamën tem, se mamën shumë në supporton, edhe kam për krajën e babit e familjes. Tane kemi pas idin me shku të tezat e mia, me këqyr, veç me provu, se me nëse provon, pa e provu të kur nuk ten. Edhe unë e dita që talentin e kam, se pes jam e vogël, unë gjithë unë kom aktru, s'kom aktru profesional, s'kom marrë klasa, po unë kur kom postu këse video të aktru, se janë kom profesional. Po njerëz më kanë komentu, sa mirë, edhe në nita edhe vetin që unë moj me boj, kom pas që të andër, kom pas sikur që thut, meant to be, edhe kështu për këto jam lindur. Po je lindur për këtë punë. Po për aktrim. Edhe tani kemi shku në Los Angeles për këta 2 muaj, edhe kom vizituar shkollën The Playground Acting School prej Gary Spatz, aty ka shku Ryan Gosling, kanë shku plot njerëz të famshëm, para se më boj famshëm. Edhe më kanë testu maspore, me kësi, ma kanë donë në kësi komercial, edhe po ta veç një minut për me mojtë nërmen, edhe me përformu për para direktorit. Bash ata profesional janë kanë, me kësi kamerat më dhaja, edhe aty nervoziteti. Ka qenë maksimal, edhe? Hera e parë me përformu për para në direktor, aty zemra kanë që së të mdaj. Jam kanë teza jem, kanë aty, mami jam kanë shpejt të ledzu, shumë shpejt. Edhe që ato që e kom bojt nërmen, e kom përformu. Edhe nëse kom marru në e kom improvizu. Edhe e direktorëm ka këshyre ka thonë që të mirë o kanë. Edhe apetëm kanë të stum, kanë vetë kush jam. E tane kom shku në shkollë aktrimit, kanë pranu. Në Amerikë? Po në Amerikë, në Los Angeles. Kom shku për 2-3 muaj. Edhe po kom morë klasat, edhe o kanë atë, ata kanë lidin e kanë më dhaja. Apo këpëtan ata kanë shumë lidin me producenta, me direktora, me direktor. Edhe o kanë atë në producent të filmit, edhe më ka po mu të aktru, kanë të në këqyr, o kanë të këqyr talentat. Edhe o kanë 2 muaj të marrë ato klasat, o kanë po dhe 2 muaj, kom mësu aktrim, jam bo ma mirë se të mësu, ma mirë jam bo. Edhe ka po e producenti, edhe më ka pëlqy që jam të duk, edhe kom folë për Shqipërinë, për Kosovën, kur s'ka një për Kosovën, për Shqipërinë. Kur s'ka ditaj, producent. Edhe ka ardhe interesant, se kur se ka po të kanë se one, prej në shtetë Kosovë, dhe kanë në Europë, në Balkan, edhe kom kalzu prej se jam e vogël që du më bo aktor, më ka po të përformu, ka thonë që te ki shumë talent, edhe o kanë të zgjeru në film, edhe më ka thonë që a donë me ardhën, më ka thonë në këse rol, në rol më lutë celebrity, sikur këtu në foto që këne po, jam kanë me setër, edhe në re... Këtu, kjo, këtë video? Po, këtu. Lëshoj e pak play të lutem këtë videon, nëse ka mundësi regjia, play, regjia lëshoj e play. Lëshoj e play të lutem nëse ka mundësi regjia, nëse nuk... Se e kemi pak... A mundesh regjia të lutem, edhe i herë play që televizin pak edhe i herë play të lutem, bravo, kjo është domethënë, Po. Që më çfarë kingla dhe e. Çek kamera në fytyrë. Do ta më lujt sikur celebrity, se ky film është sikur në aksion, po edhe me aktor. Me aktor, jo për me aktor, po aktor se luajnë si aktor. Edhe unë po ta kishim lujt sikur që jam në njëri të famshëm që paparacat, a pshe dritat. Po. E këti ato ma thirë emrin Mike, po ta emrin. Mike. Po edhe të më vetë kur del filme, akona e lajme edhe po ta më bo kështë jam të gutajt, tung. Po ta më lu sikur njëri të famshëm. Edhe kjo është direktori, i ka shinë edhe vetin. Edhe më ka po të përformu, edhe ka thonë, punën shumë mirë e ka bo, ta talentun edhe më ka shinë edhe me në qitër rol. Me në qitër rol ku po ta me lujtë sigur në asistentin e aktor, po ta me mojtë të çanta, me full po ta. Më ka ndonë edhe në skript, me mojtë nërmen, po ta me përformu. Edhe eksperienca shumë e madhë kanë. Absolutisht. Se
Unë jam kom prej në qytet vogël, to ndru shumë, I kom pas shumë ëndër në aktor me pas, se s'muj qysh me spjegu, se unë vetin, s'mujta me pa vetin ndryshe sa aktor. Edhe prej në qytet vogël ku s'ka as teatr, ku s'ka as, edhe as në shansë për me hinë me në student filma, dhe kon edhe në syre bol këqyra, po në syre s'ka, ka amo në ka edhe shumë, edhe në shumë pak. Shafon shlafe. Po dhe ata ma shumë lipin punëtor që punojnë, kështu jo se aktor. Ja. Me hinë film ka duk mu sigur qka shumë të madhë. Absolutisht. Sigur prej qytetit vogël drejtin Hollywood, po së kanë edhe fat. Unë bon që drejtim shumë kom punu, kemi riziku shumë, që me momen kemi shku edhe në Los Angeles, babe jam na ka përkra, e kemi pas edhe teze që na ka ndimu familjen, edhe I kom po edhe se në aktor James Franco, I kom po, edhe I kom fol në rrugë, I kom thonë jam aktor, edhe kam qef për bashkëpunim, edhe ma ka marrë numrin. Okej, amos ka shkrujt ma. Po, amos s'm ka shru, amo numrin ma ka marrë. Also, mjafton kjo, nështë atyri ditë. Po dhe unë kështu I shot, dohet me provu. Se pa e provu ti nuk e din. Që e mos me pas folo në gjithë kësha menu, qka që më kesh shkru mu, qka që më kesh shtin mu najkon, se edhe të njerës e shojnë qysh hin film, qysh shkon për shemë në Hollywood, po për shemë ato natë ku ke punu, ku ke hupnu, nuk e shojnë ketë. Edhe këtu për shemë në bol kom qëtu të reject, kanë bo upline fil, po kom bo fil fezuhën, kom provu shumë, po edhe ka njerë, për shemë emaila kom shu për këse student filma në Cyre, edhe as të një s'm ka pranu. Po që kë film, që kë producenti ka dosh në film të vetë minë. Amo, ti ke provu, ti ke kam gull, ti kur si e dorzu? Po dhe, pa provu të nuk e din. Bravo. Pa e provu, ma mire provën, e nuk ja del, e thu kom provu. Po, edhe ma pa nuk me të pishman, nuk bosh, ja. Sa mos me provu, e tane ton jetën, te veç këton që të bot veç jeton në herë, tane kur, nuk e dini a kishe dalë. Pse nuk e provova? Po dhe pse nuk e provova, se kur kush nuk e bo e sukseshëm, kur kush s'ka inë veç në film, hajt hop shklop. Ja, hop shklop jo. Po dhe, hop shklop në film s'ka i kërë. pas komedit babën, direktora, mamën, po në se pata kështu. Prej cilit aktor, apo prej cilit film ti kur je koni vogël, je inspiru që tu ka mu shmenja për me hi në aktrim në film? A ke pas dikon, a e kon fan si dikuj? Po në shumë filma komedi kam qef. Komedi? Po, komedi. Qfare për shemë dhe cili aktor? Si që thot, Kids Köpfe, nuk e dhja njene. Komni? Po, Kids Köpfe edhe që pata film e emrin Me Time, edhe me Ice Cube, cilun se polic, ja rova emrin, me Kevin Hart. Me siguri atë në kështë internet, ja din... Po në përgjësi zhanri komedist ka përqy? Po, i komedist edhe në akcion, edhe në gjithë kom po Kevin Hart, shumë ka pëlqy që po aktron. Jo veç kush është, po që po aktron me këse a i garët që ban. Edhe po, amo edhe në 5. klasë, kom këshyr shumë atë serialin që ka ko shpia. Shqip edhe në Nasër Afuna shumë ka pëlqy që shpo aktron, me siguri këne pa në epizod. Edhe shumë ka shtin me kesh. Se në ma shumë e shra vetin komedia, në akcion, sa në horror me... A vazhdojnë kjo që ka shpia akoma, apo e kanë byllë? Do këtë kanë... Ashtë mbyllë, e? E pra se desha me abu Naserit Rafunes një kërkes direkt me shenë si e pas ke ndjekur, i vetë me program Shqip që e pas ke ndjekur, me thonë, ja ku e ke erin, me refuta pak të komedia Shqip, atë se i shkon mirë nështë. Po dhe na shko dhe qira projekte. Naser, shiko, këtë djali këmgull, vazhdon me këmgull, e ka pasion aktrimin, filmin, po patë mundësi, mere një projekte, eri zukën se ky der në Amerikë që kanë, ma vonë do jetë me emër ndërkombëtar, do jetë emër i madh për skenën e filmit. Edhe? Po edhe tani lujta në atë film, e tani kanë kurimo filmin, ai producenti nuk mund tash mund sen të më dhaja, ma të më dhaja më mëshinë, se në alo se milione me punu tash për qëtë momentin në Amerikë.
Po tani Ama me çka jam tu pa unë eri, me çka jam tu një prej te ti pas kemi lanë Europën edhe Gjermaninë, po më duket në Amerikë kemi shkuti. po me pas sukses, po normal se nëse du më bë aktor, tani shkon vene ku janë ketë aktor. Shkon ku të mbështet edhe ku e njohin, shumë po. shansa, ku ka ma shumë ku janë njerëz ku bojnë njerëz ma shumë këse projekte. Ja. A kishe po. dash më shumë në për filma me marrë pjesë a edhe në teatr? Ja, ma shumë na për filma, edhe në teatr po, pse jo, se edhe ata janë aktor, po ma shumë filma. Se në teatr ma shumë, edhe në se kësejnë, se knojnë, Si musical. po amone ma shumë du filma, ma shumë seriale. Tashi në filma action apo në komedi? Të dytë. Të dytë bashkë. Se jo, Amo ti e bën më mirë action apo komedinë më mirë? Cilat karakterizat më tepër, ë? Komedi. Komedinë më shumë. Po ta shkallëzoj që kam përformu për para në iPop, ama para iPop, kom shku në NYLA Talent Agency, ata janë Los Angeles, edhe ti që jam ka këshyrë shumë në internet, kom lujt në film, po na kemi dash alo edhe me vazhdu punën. Edhe tezat e mia kanë këshyrë internet, shumë kena këshyrë, shumë, dit kena këshyrë, kena po NYLA Talent Agency, ata po kanë audition thirret. Zjedin çka është audition, është se Casting. po se casting. Audicion. 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 Po audicion. Edhe kanë bosën e audicion në Zoom, edhe në app Zoom. Ja. Edhe kanë thonë nesër kena një audicion, nëse ki qef me Në marr pjesë. po me marrë pjesë, tani ta të shumë linkin, kemi thonë po, na kanë shu linkin, edhe në mëngjes, ka oran 9 mëngjes që jam u kanë, edhe hina këqyra, se atë është edhe so njerëz janë, so aktor, edhe njosh, bolë shumë janë kanë, mos janë kanë njosh 70, mos 3, po shumë performa janë kanë, edhe po ta me prit renin, ndesa të më thirin, ndesa të më folin, edhe ka vetë mu, se direktore agjensisë ma ka vetë mu emrin, prej ka e që jam, a kam eksperiencë në aktrim, pse unë du me bo aktor, edhe tani i kom thonë, në gjatë kohës, kom shku në atë shkollë dhe Playground Acting School, edhe tha që kë aktrim është, që kë shkollë aktrim të është shumë prestisios, është thur shumë e madhë është shaj shkollë e aktrimit, edhe shumë e respektohen, edhe tha që jam të marrë në pjesë në The Playground Acting School, edhe e ka njofta shkollën, edhe ju kom pëlqyu në, po alo s'kom hinu në aty në atë agjensia, edhe tani ka thirë në mramje, ka thonë, kem qef apet me të po në Zoom. Në Zoom në audicion, ama tash vetë, veç me direktorën. Direkt. Po, direkt. Edhe ka testu me, ka do monolog, që po ta me mojtë nërmen komercial. Në monolog ka të shu, po ta me mojtë nërmen, tani me përformu. E tani ka ardhë me ne komercial, pa e ditë në. Unë menua që vetë qëtë monolog, po tani ka ardhë me qëtë komercial, edhe i ka folë atë komercialin, ka thonë, unë e pe folë komercialin, ti provon me mojtë nërmen, nëse nuk mënesh, improvizon. Edhe tani veçneher e tha, dhe jam konë të koncentru që ka është të folë, mos e të bëj gabime. Me gabim, po. Se edhe kë NYLA Talent Agency është, edhe aty Ariana Grande o kanë, edhe se në aktor të njafshëm që pëllun në Spider-Man, Jacob Batalon e ka emrin, edhe përformova një për Oreo o kanë, edhe bëllë shpejt ka folë, mu edhe aty zemra o kanë tëmë, edhe aty. po edhe shumë nervoziteti, edhe që kom lujt në film që jam konë shull aktrimit, unë alo shumë në nervoziteti ka yp. Ku ka qenë më shumë zemra, të tapeti kuq apo të audicioni i parë? Ku ki pas më shumë emocion? Janë të pit kuq, unë e ditë ato më kanë marë, edhe bëllë jam konë nervoz, po unë e thash nëse nuk përformoj mirë. Nëse nuk përformoj mirë, tani e thot direktore kat edhe në herë. Ja.
Po jam konë atë të me konfidencë me dita që direktori më ka po, i kom pëlqy direktorit, po ai direktorin NYL i tente ai alosëm ka po. Ka po, a mos ka po që të performu. Po. Edhe ka këshyr, nere ka thonë në komercial, po e ta në mas e ka thonë ai, po ta me përsërit. Se ka thonë 2 herë, po veç 1 herë. Edhe bolli gjatë o kanë. Edhe qka mujta me mojtë nërmen, e thash, e qka s'mujta i kom improvizu. E tane i ka pëlqy, ka thonë mirë, e tane po ta apet me bo. Apet në tjetër komercial, e tane mas e bona ato, e ka reshë plok edhe thot që shumë mirë e kom bo. Normal, ai nuk lyp tash perfekt. Po, se kështu funksionon industria. Absolut. Ai e din që e kom thonë që kom marrë të klasa, e din që në kom hinë në film, e din që në s'jam, a i din në kejtë që s'jam në filistar. Jam kom filistar, po jo prej kejtë poshit. Edhe, se në industria ata nuk qyrën bashkë me njerë perfekt. Jo perfekt, po industria potencial edhe nëse improvizon mirë. Po dhe improvizon. Nëse improvizon mirë të vlerësohesh shumë. Nuk ka nevojë ti me mojt tekstin men komplet, apo nëse ti je i aftë me improvizu bukur, vlerësohesh një lloj sikur me pas mojt men tekstin. Po dhe se improvizion është edhe talent. Talent është, improvizimi është talent. Improvizu edhe aki respekt, që shëmon vetin, që shkëqyr. Çfarë kritik ose feedback ki marrë nga ai direktori? Ka thonë që në shumë që shkom improvizu në komercial dytën e ka pëlqy shumë, se e kom shka me peanut butter diçka se kur në A diçka për me hangër? Po dhe diçka për me hangër, edhe ka pëlqy shumë që kom improvizu, që s'kom netu në kështu pa fol, po në kom vazhdu, s'jam dorzu. Se jam dorzu, se kështu do me po ata profesional, edhe që kom bon ai gabim, e vazhdoj, edhe që nashe zdok mirë, nashe duket mirë. Nashe veçonës për mënoj që duk mirë, nashe duket mirë për para direktorit, edhe e ka pëlqy shumë, edhe tane e kemi nala Zoom call, edhe ka thonë nëse fole me ato qertë, edhe na nëse vendos me të marë, tane të thirëm apet. E tane na me kanë të prit edhe unë e të menu që se bona bashkë punën të mirë, apo kupton, se bona bashkë shumë suksesshëm. Edhe tane na ka thirë, ka thonë, na ka pëlqyri shumë, që shka improvizu, që është duk, edhe prej kajt është. Edhe tani na kanë marrë në NYL Talent Agency. Konkurenca konë shumë e madhe aty, se bol shumë aktore, edhe këngëtarë në konë këdo, bol shumë, konkurenca shumë e madhe konë, e tani une që hina unë ka duk, edhe se më konë më shumë në nervës. Se unë mas para menova që se bana bashkë shumë të mirë, po atina ka pëlqy. Ati ka pëlqy, po. Po dhe por që ata s'ko zonë vetin kur me bëkshu, me dorëzu vetin. Me hup shpresat. Po dhe, po. Zvan, me hup shpresat. E tane... Tash sa të kanë imu ty që je pjesë të kanë pranuat jene? Po, më kanë pranuat natë. Tane, apet kena bo, na kanë thirë tjetër me njës për me bo Zoom, për me në kamerë. Edhe kena pos me nënshkru. Kontratën që ne jam tash për aktore atënëv. I agjencis. Po, e agjencis. Edhe ata edhe trajnojnë. Edhe me të 6 gusht, ata më kanë Connor Whale, thirët ai aktor, edhe Robert Vito, ata më kanë trajnu mu. Ata në bëllë të njofshëm janë kanë lujt Netflix, në Apple TV, me Zendaya, edhe ai Robert Vito ka lujt me Sylvester Stone në film. Edhe ata më kanë trajnu për 2 muaj. Më kanë trajnu me aktrem, qysh më improvizu, qysh më kanë aktor profesional, mos me bë këto, mos me bë këto. Adin, më kanë bashkë se aktor. E tane mas 2 muaj që jam kanë të trajnu me ato, më kanë po tane audicion apet. Audicion? Me iPop. Çka është kjo? A mundesh më na shpjegoj pak? iPop thirret International Presentation of
performers. Aty kanë marrë pjesë Ariana Grande, ka marrë pjesë Jacob Bathlon edhe Është gara? Ha? Është diçka si garë, domethënë Po, është kompetitive? sikur me konkurenca. Edhe aty është sikur një event shumë të madhe që matë në Los Angeles, edhe aty po të hapet me bo një audicion. Amo, aty me aktorë tjera që janë konë të shtrune, që kanë lujt, edhe ata kanë lujt në film. Me ma shumë eksperiencë. Po, me ma shumë eksperiencë. Po edhe kom bo audicion iPop, aty eventi maj madhe në botë, ku mledhet këtë industria Los Angeles, industrit mledhet aty në iPop, edhe ku përformojnë aktor. Edhe aty pota në monolog ku kom ushtru me këta dy aktor, edhe kom përformu për para në gru, që edhe aja ka bollë venet në altë në industri. Është një pozicion të lartë. Po, aja është sigur në gru po, ose jo. Aja bash direkt. Edhe ka fol edhe për vetin, para se me përformu. Pra, një person vendimtar, ajo ta e vendimin, po ose jo? Po, pra nuk diskuton shumë. S'don me nuk diskuton shumë ajo, po. Po, dhe edhe aty janë konkurenca shumë e madhë. Me eksperiencën filman, në aktrim, edhe kur përformova, jopa monologin, po ta me thonë emrin, këto monologin jopa edhe o kry. E tani aja thot nëse të kom zgjedhën ty, tani shkruaj në mesazh edhe qetër në thirrën telefon, edhe kjo bëll sen e madh, iPop. Se aty mbledhen këtë aktorët anë botës, anë botës aty në Los Angeles. Një audicion i përgjithshëm i gjithanë, po. Po, se nuk hin edhe këtë mrena. Nuk mojnë këtë me hin. Është një garë festivali, kush në më mirë, si në Eurovision. Po dhe, të vinë krejt këngëtarë dhe zgjidhen më të mirë, po. As që kanë shansë me bo audicion, se unë hinë aty prej NYLA Talent. Po. Edhe bo në audicionin, edhe aja shumë ka pëlqy që shikon përformu monologin tem komedi, edhe ka më thonë, unë e shoh talentin edhe unë du ti më konë aty në iPop. Pastaj kohës që kom ushtru alo me tjera aktor, 2-3 muaj para se në iPop, o konë në janar 2026 aty në Los Angeles. Në iPop tani ki pas performance live? Po, live. Para publik, a vetëm para aty në audicion, ajo gruja me pozikar? Për para industrisë, për para aty shumë agenta në konë, që janë të lyp talenta, bash talenta nivot më dhaja. Edhe kanë marrë pjesë shumë të aktorë të kretë botës aty, e kanë incizu edhe i kanë bo analizat, kanë vendos tani. Po, kanë marrë shumë aktorë, kanë bo edhe model edhe kado këngëtar kanë marrë atë pjesë. E ti, ndoket ki fitu atje? Ki fitu një 8 çmime më duket. Po, awards. Këse awards, kom përformu monologin e komercial, e tani o kanë 4 ditë, edhe aty ko një gala, red carpet edhe gala night, ketë në fund, edhe aty është sikur në qështu të bynë. Sken. Po, në sken, aty hojnë me ketë dark, edhe ka performer që knojnë, që bojnë shows. Nejse, ata kanë bo atë awards, kush ka bo monologin mas mirë edhe industria i ka votu. I ka votu kush prej këtë në ka dhonë monologin mas mirë kush ka dhonë komercialin mas mirë edhe une jam nominu në 8 kategori, në self-tape, në komercial, në TV beauty komercial, në monolog, edhe une tane ato ketë i kom fituar. Do më thënë, se cilën kategori e ke fitu? Po. Sa konkurenci ki pas, a din ata, numrin e... Atë, na me konë reprezentuar prej NYLA Talent Agency, tani janë konë edhe 4 tjera agency, edhe mos jam gabim me konë jo me kejtë bashkë, aty janë konë edhe fëmi, divizionisht, me fëmi divizionisht, me une edhe capostration, edhe janë konë jo, mos janë konë jo 100, prej anë botës, prej Skotlandës, unë prej Gjermanisë, janë konë edhe shumë prej Amerikës, prej New Yorkit, prej Floridës, edhe po tani... Prej të 100 njerës që kanë marrë pjesë atje, aktor me eksperiencë, 8 kategorinë, se cilin kategori ti e ki fitu çmimin? Po, e kom fitu çmimin kush që ka bo mas mirë. Jo që ata se kanë bo të mirë, po në prej atënëve kom
Edhe individualisht ato e kanë këshirë performancën për TV Beauty, më duket këtë thënë, ja për diçka tjetër, edhe se cilin kategori fitove. E meritoni dorë trokitje, kjo është një arritje. Patjetër që po. Bravo. Dhe me pak fjalë, eri Hollywoodi ka shpreh interes me bashkëpunu me ty apo jo? Po, ka marrë 13 callbacks, 13 agjencijat më dhoja në Los Angeles, New York, në Florid që dojmë më reprezentu mu për industritë filme. Që të kanë kontaktu ty, që janë të interesum. Edhe alojme në kontakt. E tash me ka e ke vendosi, me ka ke qef më shumë ti? Alos jam shumë e sigurt se ata ketë më dhoja jam, po direktori jam në NYL Talent Agency, ata a i këqyrë kush përshtatet ma shumë të për mu. Për ty, po. Po dhe së në majme në agent shumë të madhë më nënshkru, po a i qitër agent ka ma shumë potencial. Për shumë, po, ma shumë për komedi, për shumë, me lutë në komedi. Edhe... Ta shti, veç sa për më këptu, shkollën obligume këtu në Gjermani e ki kry? Jo, alo se kom kry, për që ata dhe ishe me thonë, mas po, ata agendat janë të më përit mu, ku mas por do na me kry shkollën obligatore, se edhe ashtu agentat për më thojnë, edhe ashtu prindërit mas por do na me kry shkollë obligatore, për me pënu tani me këta agenta në industrinë, film në Hollywood. Do më thonë, sa ta krysh punën shkollën obligatore në Gjermani, e kene mërën... Po. Ha, gjigande. Me një e ka andrën, bravo. Bravo Iri, bravo, shumë sukses për ty, bravo. Une më mbjen mirë për shembull për suksesin tënd dhe jam shumë i sigurt që ke për të arritur, ke për të bëj madh si aktor. Po inshallah. Jo inshallah, po ka më kry ky muhabet. Veç vazhdo mos më udhërzu, se ti e pas këtë karakterin mos më udhërzu. Bravo qoftë, kjo është një diçka shumë e madhe dhe e mirë. Kështu në aktorët shqiptar, kinematografia shqiptare, apo ku diun në Kosovë, apo diçka, apo në Gjermani, apo atë njohin si personazh tillë që ke arritur në këtë pikë, apo atë ka kontaktu dikush, apo ke marrë një telefonat prej dikuja, je vlerësu prej dikuja, apo diçka, apo jo? Unë kam marrë ma shumë telefonata, ma shumë jam kontaktu me njerëz, e din që më kam po të përformu. Se në kom kontaktu bëll shumë njerëz, po ata ka edhe do që s'ma kanë këthy, ama ata që më kanë po të përformu, sikur këta producente, ato agjensit, ata më kanë po potencialin e talentin. Po, kurse ata që s'kanë po edhe nuk kanë këthy nështë ta përgjigja. Po. Bukur. Edhe apo edhe ma vonë kena edhe gjerime, kam unë gjerime në Lucern. Sot ke gjerime në Lucern? Po. Çfarë gjerime është ke në Lucern sot? Është sikur këse gala party. S'kam konë bashkë se party, po sikur apet një celebrity njerëz famshëm që shkojnë atë. Më lidhen edhe unë kam konë sikur kam luajtur sikur na kush, sikur në aktor apet. Okej, nga të erdhi ftesa? Është film, po film, është xherot atë. Si e morë ftesën për atyre? Kanë atë në website Student Film, edhe kom po që kanë pësu që janë të lip aktor, edhe ta në menere kom po në qenë syre, të bo film edhe kom apliku, nga kanë po eksperiencën, ja kom qu fotot, video të aktru edhe kanë thonë, kanë qef më pos atë në film. Cila është andra jote madhe në aktrim? Andra jem në aktrim është me inspiru njerës, me kalzu njerës edhe për, që thash, për Kosovën, për Shqipërinë, po du andra jem bash andra të mijat, pejs jam e vogël është që shkoj atën që fitoj edhe në Oscar, në dita, që lujme në film të madh, që thujt shtolc më khën. Po, mi bo krenar. Po, krenar që baj... Kombin, familjen, vetën, gjithë më da. Po, ata që më kanë ndimu, mama, baba, familje, me bo krenar, edhe me ndimu. Du me ndimu në ato vena që vynë ndim. Masit bosh milionere me pare. Po. Me ndimu njerëzit që kanë nevojë, apo jo? Po, vërtet. Bukur shumë. Eri, a kishe pas dëshirë me performu edhe me lujt filma, komedia, apo action, apo godion gjitha, ajtë flasim për komedin, në gjuhën angleze, në gjuhën gjermane, apo në gjuhën shqipe, ma shumë? Unë jam e hapër për kejtë. Jam e hapër edhe për...
ki qef ti, se po, okej, që për krejt je I hapur, amo ku të flenë ty më shumë ti, ku kishe pas ti dëshirë më shumë, me lujt anglisht, gjermanisht, ose shqip. Po, pak shtirë, po ma shumë normal, në anglisht, se atë industria edhe ma e madhe, se atë edhe agjensit e Amerikës që dojnë mu më marë, se ata kanë interes. Po dhe ata bojnë filma në anglisht. Po. Po në edhe bëllë interesun jam edhe në filma aktu në Zvicër, në Gjermani, edhe në Kosovë, Shqipëri, edhe aty bëllë hapur jam edhe kam shumë qaf me lujt. Vazhdo atje ti, bënë suksesin në Amerikë, pastaj këta që të kanë refuzu këtu, po të pagu mirë shumë, mos ja u kthea si përgjigjen. Po, se harroj. Po të pagu, mos harro. Po të pagu shumë mirë, mos ja u kthe përgjigjen. Marrësh? Çfarë projekte kin plan që mundesh më na tregu tash në të ardhmen, a je tu punu me një film, serial, a diçka aktualisht apo hala jo një herë? Unë para dotit të më ka shkru edhe në agjensi këto në Cire që bojnë këse reklama. Kom apliku edhe ata kanë qef, edhe ata ma kanë po eksperiencën, talentin edhe kanë qef, më në nëshkrum edhe me ato. Bravo. Po alo jemi në proces. Edhe në alo dje sa na kanë shkru. Edhe sot që kam ato zhjërime në Lucern, ma shumë detaj s'kudzoj me tregu. Edhe me ato agjentat, ma sport të na me kry qëtë shkollë, e tani unë e kam ato agjentat që janë të mprit, pastaj këqyri edhe këto muskatet kësi projekte, student filma, në Kosova, në Gjermani. Okej, bukur shumë, eri, jashtëzakonisht bukur. Ne vetëm do na vish prapa, kur ta rish, kur bësh një fërtrag, kur ta bësh fërtragën atje në Hollywood apo me kë ke me vendos direktori ose me ka vendos. Pastaj do ta bëjmë ftesën e ty, do na vish prapë me na tregu se ku je, çush je tu kalu gjitha këto. Kur kam sene, ma shumë sene me tregu. Mo detaje të reja, bravo. Ta në vi këto edhe jo kallzoj ketë. Prej sonde Eri Zuka bëhet figurë publike në mediat shqiptare, edhe tek shqiptarët anë mund botës, njihet si një djalë I talentuar, një djalë që po vlerësohet prej kinematografisë amerikane, prej Hollywoodit. Kështu që kanë shprehur disa kompani të filmit në Amerikë interesin për të bashkëpunuar me Eri Zukën, një djalë shqiptar I lindur në Gjermani, por që e flet jashtëzakonisht mirë gjuhën shqipe dhe krenaria e tij dhe dëshira e tij është për ta bërë kombin krenar, kombin shqiptar dhe për ta përfaqësuar shqiptarinë përmes talentit të tij në skenën e filmit në Amerikë dhe gjithandaj është I hapur për bashkëpunim. Eri, shumë faleminderit bro. Faleminderit. Shumë suksese. Edhe ishim shumë gëzuar që ishe sot këtu. Faleminderit. Vazhdo mos u nal, mos u dorëzo. Faleminderit për kohën tuve, edhe që më keni pas këtu, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për ti. Më frek. Po kena më po, veç vazhdo puno, ti mos u dorëzo. Këtu e ki shtëpinë tonë dhe sa herë dush më ardh. Edhe më na kallëzu për sukseset tua. Na jena për këtë punë, më kallëzu veç për sukseset që bëni ju. Në rregull? Hajde King, faleminderit shumë respekt. Eri Zuka me duar trokitje dhe big up nga DJ jon. Faleminderit shumë Eri.